إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Në mësimin e funit kemi folë për metodat të cilat i kanë përdorë kurejshitët për pengimin e davës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe përmendëm një numër të madh të metodave dhe një numër të madh të rasteve që i kanë përdorë, i kanë shfrytzuar kurejshitët për ta pengu përparimin e Islamit, për ta pengu përhapjen e thirrjes së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm se ata njëherë në fillim kanë fillu me përpjekje për të ndikuar te Ebu Talibi. Do thotë kanë kërkuar njëherë, janë mundu, do thotë të ndikojnë te Ebu Talibi, që Ebu Talibi të largohet prej mbrojtjes që ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por në këtë aspekt nuk kanë pas sukses. Pastaj kur ju ka dështu ajo metodë, kanë tentuar dhe janë përpjek me metodë tjetër që kanë qenë, domethënë, janë mundu ta mashtrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të lëshu pej, duke i ofru mundësi të ndryshme për pasuri, për pushtete kështu me radhë. Pastaj as kjo metodë nuk ka pas sukses, atëherë janë drejtu metodës poshtrimit, përqeshjes, shpifjeve të ndryshme ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, do të thënë, njëherë metoda e shpifjeve edhe e ngjitjeve të akuzave të ndryshme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe da'wan e tij, pastaj me metodën e përqeshjes, nënçmimit, qeshjes e kështu me radhë. Gjithashtu një prej metodave që kanë përdorur është që kur ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose sahabët kur kanë recituar Kur'an, çka kanë bë? Kanë bë zhurmë, do të thonë që edhe kanë bërtit që mos dëgjohet Kurani. Pastaj një prej metodave që kanë përdorur është që kanë sfidu në një farë mënyre pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që e kanë sfidu që të sjellë argumente dhe mrekulli, mucize. Do të thënë i kanë kërku mucize të ndryshme. Dhe janë mundu me metoda të ndryshme, pra si tham, janë përpjek shumë që ta mashtrojnë në një farë mënyrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që të fitojnë te ai një farë kompromisi, do thotë kanë dashur që nuk e di ja përmendëm edhe këtë rast, do të thonë që kanë thënë se do ta adhurojmë në Allahun ose të adhuruarin tënd një vit ose një muaj ose një ditë, do të thonë sipas transmetimeve. Edhe një ditë ti i do t'i adhurosh të adhuruarit ton, pra një ditë ne adhurojmë të adhuruarin tënd, një ditë ti adhuron të adhuruarit ton, ose siç është në transmetime tjera për një vit. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lëshu pej edhe nuk ka ndryshu as një gjë, do të thënë as një send prej, as një fjalë, as një parim prej thirrjes së tij të bekuar. Dhe ata kanë vazhdu me sharjen e Kuranit, me fyerjen e Kuranit, me fyerjen e atij që e ka zbrit Kuranin, me fyerjen e atij që e ka sjell Kuranin, do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe një prej metodave gjithashtu që e përmendëm ka qenë metoda e nxitjes, do të thënë duke nxit me stimulime ndryshme dunjas, si i thojnë. Kanë dashur ta stimulojnë që të largohet prej thirrjes së tij sallallahu alaihi wasallam,
duke I ofru si që thojnë sot, do më thënë stimulimet ndryshme me pare, me pushtet, me pozit, e kanë dërgu Utbe ibn Rabi'an që ta nxise pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, siç edhe përmendëm hadithin, I ka thonë o Muhammed ose o biri vllajt tim, do më thënë se ka qenë prej fisit të tij. Ka thënë nëse do një grua, nëse e ke këtë thirrje për të fitu gra, ne do të japim gruan më të bukur ose gruan më të mirë. Nëse do pasuri, do të mbledhim prej të gjithëve pasuri, edhe do të bëjmë ty më të pasurin në Mekke. Nëse do pozit, atëherë do të bëjmë ty do më thënë autoritetin më të madh, që mos të marrim asnjë vendim pa të pyet ty edhe pa të konsultu ty. Nëse do pushtet, atëherë do të bëjmë ty mbret, edhe do më thënë vetëm lere këtë thirrje, mos na pengo prej të adhuruarve tonë. Kanë thënë nëse është ky që të vjen, nëse të pengon, do më thënë nëse është shejtan, pra xhin që të vjen ky, do t'i sjellim mjekët edhe rukje gjitë më të fortë kështu me radhë që të bëjnë rukjet, pra nëse nuk mundesh ti mu largu vet, pra e ka pas për qëllim ardhjen e Xhibrilit alayhi salatu wassalam, që ata e kanë quajt në këtë mënyrë. Edhe kanë thënë se ne do t'a japim gjithë pasurinë që të shërohesh e kështu me radhë, vetëm largohu prej kësaj që je duke thirr. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëgju deri në fund, do të thënë nuk e ka ndërprej, mi ndërhy në fjalë, edhe kjo gjithashtu ka qenë prej moralit edhe sjelljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se nuk e ka ndërprej askënd, duke fol derisa ka mbaru me atë që ka dashur. Edhe bile në këtë transmetim edhe thuhet se më në fund I ka thonë mbarove, atëherë I ka thënë më dëgjoj mua, edhe ka thënë Bismillahirrahmanirrahim, edhe ka filluar me lexu surën Fussilet, Hamim, tenzilu min arrahmanirrahim, deri sa kam rritë ajeti fe in a'radu fe kull andhartukum sa'iqatan mithla sa'iqati Adim wa Thamud, pra nëse ata kthejnë shpinën, pra e shpërfillin këtë thirrje, e shpërfillin Kur'anin, atëherë thuaj unë ju paralajmërova për një dënim ose bubullim ose vettim, sikur dënimi I popullit Ad dhe popullit Thamud. Kur kam rritë deri te ky ajeti 13 I surës Fussilet, pra në transmetim thuhet se Utbe ibn Rabia ka fillu duke u largu, do të thënë mbrapa, duke hec mbrapa, edhe duke vrapu, si dhe duke u mbrojt me duart e tij, sikur me ardh rufet, do të thënë në atë mënyrë është largu edhe është mbrojt, sikur mi paspa duke ardh rufet ndryshme për ta arrit. Edhe është kthy në shtëpitë vet, edhe thuhet se nuk ka dalë prej shtëpie më. Nuk ka dashur me dalë prej shtëpie dhe nuk ka dashur me fol me askënd. Atëherë mas një kohë janë mbledh Kurejshët edhe I kanë thonë me zveti, pra Utbe është mbyll në shtëpinë e vet edhe nuk del. Edhe ka thonë Abu Xehli e kështu me radhë dhe disa prej Parisë të Kurejshëve, kanë thonë të shkojmë t'i flasim, edhe kanë thonë se Utbea e ndroi fenë. Kanë thonë, siç kanë thonë në atë kohë Sabe, se ju kanë thonë sahabëve Sabi'e, do të thënë sikur sot çka thënë kanë pru fe të re ose do të thënë kanë ndryshuar fenë. Edhe kur janë mbledh kureshitët mes veti, ka thonë Abu Xehli për shembull, mendoj se Utbea e ka lënë fenë tonë, e ka marrë fenë e Muhamedit, I ka pëlqyer fjala e Muhamedit e kështu me radhë. Atëherë janë mbledh edhe kanë shku te shtëpia e Utbes, edhe kanë dashur mi fol atij. I kanë thonë
ne Utbe kemi ardhë veç pse e kemi pas e ti ke shku në fejnë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kemi pas e të ka pëlqy çështja e tij ose fjala e tij. Edhe kanë thënë nëse ke do një nevojë ti për pasurinë, do të mbledhim pasuri për ty, aq sa të mjafton të largohesh prej Muhammedit. Do më thënë kështu i kanë thënë Utbes ata. Edhe për neve nuk duken këto sigur fjalë të panjohura. Vazhdojnë deri në kohën e sotshme me të njëjtat akuza dhe me të njëjtat metoda të përdorin ata që duhen ta pengojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur Utbia ka dëgjuar këtë fjalë, është hidhru, edhe është betu në Allahun se nuk do t'i flasë asnjëherë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thënë Abu Xehlit edhe tjerëve që kanë qenë aty, thot ju e dini se un jam mes një prej më pasunikëve ose më pasuniku në mesin e Kurejshve. Por unë e shkova te ai edhe ja ka tregu tregimin se i ofrova kështu i thash, pra i ofrova pasuri, i ofrova pozit, i ofrova pushtet ose mbretëri, i ofrova gruan më të mirë që t'ja japi me kështu me radhë. Edhe pastaj thot kurse ai mi tha disa fjalë, mu përgjigj do thot me disa fjalë që ka thonë ky wallahi nuk është magji, as nuk është poezi dhe as nuk është fall. Do të thënë nuk janë fjalë të fallxorëve, as të magjistarëve, as të poetëve. Edhe pra këto fjalë Utbe ibn Rabi'a ja ka thënë Abu Xehlit edhe atyre Paris Kurejshve. Atëherë ka tregu se çka i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ai ja ka lexuar ato ajete që ja ka lexuar atij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe deri te ajeti ku ka thënë këtë ajet pra që përmendëm, fe in a'radu, nëse ata ja kthejnë shpinën Kuranit, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud, pra thuaj unë ju paralajmërova për vetëtimën ose rufet, sikur rufet e Adit dhe Thamudit. Edhe thot Utbe ibn Rabia, unë javura dorën në gojë. Do thot se në transmetim thuhet se kur kam rri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ajet, ja kam shel gojën me dorë Utbe ibn Rabia se nuk ka dashur më shumë të dëgjoje. Edhe thot nashattuhu rahim an yakuf, do thot është përbetu në farefisni, se këtë kanë përdor kurejshitët, do më thënë farefisnin e kanë qujtë si shumë të shenjtë dhe janë betu. Edhe thot e përbetova me farefisni që të heshte, mos të flase ma. Edhe thot ky Utbia ju ka thënë atyre, ju e dini se kur Muhamedi thot diçka, nuk rren, nuk gënjen, do më thënë atë çka thot ajo është e vërtetë. Prandaj thot unë kam frikë se juve do t'ju vi dënimin. Do më thënë se kurejshitët në realitet e kanë ditë se atë që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë, edhe se ai nuk gënjen asgjë që thot. Kështu që e kanë ditë se Islami është fe e vërtetë, mirë po e kanë mohu prej mendjemadhësisë edhe e kanë mohu prej do thot hasedit, urrejtjes dhe xhelozisë që e kanë pas ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do ta përmendim pak më vonë rastin që ka ndodhur mes Abu Xehlit dhe Mughira ibn Shu'bes radhiyallahu anhu. Atë do thotë edhe ky rast gjithashtu vërteton se kurejshitët e kanë ditë se ajo që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë, sepse ai asnjëherë nuk ka gënjy, edhe gjithmonë atë që e ka thënë e ka bë, por edhe ato që ka paralajmëruar se do të bëhen gjithashtu kanë ndodhur në ato që kanë ndodhur në atë kohë, sepse të tjera që ka paralajmëruar për më vonë, gjithashtu disa prej atyre kanë ndodhur, disa kanë mbetë të ndodhin më vonë. Pra, me këto fjalë ka dashur me thonë Utbe ibn Rabia se ju e dini që ai është i dërguar
edhe profet i Allahut, të cilin e ka dërguar Allahu, edhe e dini se ai nëse i lutet Zotit, Allahu do t'i përgjigjet. Prandaj ka thënë se kam frikë se mos ju zbrese dënimi ju. Thot Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu, thot dita e parë kur e kam njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është kur isha duke ecë me Ebu Xehl ibn Hishamin në një prej rrugëve të Mekkes. Edhe atëherë e takum të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Ebu Xehlit, ja Ebul Hakem. Edini, do thot deri në atë kohë kanë quajt Ebul Hakem, Ebu Xehlin, që do thot pra Hakem do të thonë gjykuesi drejt edhe që ka urtësi e kështu me radhë. Kurse më vonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka ndruar këtë emër edhe ka quajt Ebu Xehl, do të thonë posëduesi i ignorancës. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Ebul Hakem, halumma ila Allahi wa ila rasulihi ad'uka ila Allah. Do të thonë po të ftoj te Allahu. Hajde pra pasoje atë që e ka zbrit Allahu edhe pasoje të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Kurse Abu Jahli ka thënë ja Muhammed. O Muhammed, i ka thënë, a do të ndalesh së shari zotat ton ose të adhuruarit ton? Do të thonë nëse unë dëshmoj pra dëshminë e Islamit se ti je i dërguari i Allahut, a do të ndalesh, do të thonë, se shari ose ofenduari të adhuruarit ton? E dini pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka shah ose nuk i ka ofendu të adhuruarit e atyne, po vetëm u ka thënë se këta nuk duhet të adhurohen, edhe këtë kanë quajtur ata ofendim edhe sharjen. Se thot, nëse do ti që ne të dëshmojmë se ti e ke plotësu transmetimin, pra nëse do ne të jemi dëshmitar para Allahit se ti e ke thënë atë që qenë obligum, ne do ta bëjmë, se ti me të vërtet ke fol mjaft, do të thotë. Dhe ka thënë pasha Allahun, nëse kisha ditë se ajo që thua ti është e vërtet, do të kisha pasu. Do thotë, i ka thënë Abu Jahli në këtë mënyrë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ftuar për të ku ta dish cilën herë, i ka thënë Abu Jahli pra është betu në Zotin se nëse e kisha ditë se kjo që thua ti është e vërtet, unë do të kisha pasu. Pra i ka thënë se unë nuk besoj që është e vërtet kjo që thua ti. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është largu, kurse Abu Jahli i është drejtu Mughira ibn Shu'bes, edhe i ka thënë, wallahi unë e di se ajo që thot ky është e vërtet. Do të thënë, kjo është dëshmia se edhe Abu Jahli, që ka qenë mohuesi më i madh ose faraoni i këtij umetit, i ka thënë Mughira ibn Shu'bes radhiyallahu anhu, i cili transmeton këtë ndodhi dhe ai është prej sahabëve, do të thënë nuk ka dyshim në transmetimin e tij. I ka thënë, pra wallahi unë e di se kjo që thot ky, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është hak dhe vërtet. Edhe që do thot se e di se është i dërguari i Allahut. Mirë po i ka thënë kjo nuk, do të thënë, çka më pengon që ta pasoj atë, është një çështje. Një çështje ka që më pengon ta pasoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot sepse Banu Qusay janë paraardhësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familja ku ndahet, ka thënë ata gjithnjë me neve kanë pas gara. Do të thonë kur jemi, si më thon, kur kemi diskutuar kush më marr përsi për perde në mbulimin e Qabes, e kanë marrë ata dhe ne u a kemi lënë, do të thonë aty kanë fituar ata. Pastaj dhënien e ujit për haxhit, ata e kanë marrë dhe ne u a kemi lënë. Pastaj
atë shtëpinë e Nedwes, që e kanë qytë Darun Nedwa, do më thënë aty ku janë mbledh kurejshët të gjithë dhe kanë diskutu për vendimet që i kanë marë, edhe atë ua kemi lanë atyre. Pastaj e kanë kërku ata flamurin dhe ne ua kemi lanë, do më thënë në për lufta, në për kështu, flamurtarët janë konë prej Beni Kusaj. Pastaj ata kanë fillu t'ju japin ushqim haxhive, edhe kemi fillu edhe ne. Derisa fillum të barazohemi. Do më thënë, atëherë familja ose paraardhësit e këtij, Ebu Xehlit, kanë fillu të vinë në një nivel me Benu Kusaj. Mirë po, thot, në atë moment doli se ata kanë një pejgamber, ne s'kemi pejgamber. Do thot, nëse ne e pasojmë atë, atëherë do t'jemi ne prap ma poshtë se Benu Kusaj. Do thot, kjo është ajo që e ka pengu Ebu Xehlin ta pranoj atë që e ka ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i vërtetë, se është i dërguar i Allahut. Se thot, ata thanë na kemi pejgamber, kurse na nuk kemi pejgamber. Do të thonë ata thanë për vete se ajo nuk është se ata kanë thënë, po do të thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë prej tyre. Prandaj ka thënë Ibn Kathiri rahimahullah, e ka transmetu këtë ndodhi, ku thot se Ebu Xehli e ka thonë këtë fjalë, Allahu e mallkoft. Prandaj për këtë ka tregu Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetet e surës Furqan, ku thot wa idha ra'auka in yattakhidhunaka illa huzuwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Pra kur të shohin ata vetëm tallen me ty, edhe thonë a ky është ai të cilin e ka dërguar Allahu për të dërguar. Ajetet e surës Furqan ktheuni edhe lexojini ato. Do të thonë pra kurejshët janë mundu me këtë metodë, se u zgjatën pak, me metodën e nxitjes ose stimulimit, si me thonë me këtë gjuhën moderne. Mirë po, kjo s'ka dyshim se nuk ka pas sukses të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ata kanë kalu në metodën e armiqësisë edhe ndëshkimit. Kanë përdor rrahje, dënime të ndryshme, burgosje e kështu me radhë, do të thonë i kanë lënë pa buke, pa ujë, në nxehtësi, në shkretir, do të thonë me format e ndryshme të dënimit edhe me lloj forma pra të dënimeve të rënda dhe ndëshkimeve të rënda. E këto ndëshkime kur kanë fillu ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a kanë fillu duke qenë Ebu Talibi gjallë, apo vetëm pasi ka vdek Ebu Talibi. Sa i përket sahabeve, disa prej atyre që kanë qenë rob më përpara, ose kanë qenë rob, do të thënë në atë kohë kur e kanë pranu islamin, ata me njëherë pasi e kanë pranu islamin, janë përballë me këto dënimet edhe ndëshkimet më të rënda prej kurejshitve, sepse ata nuk kanë pas familje, nuk kanë pas kush me mbrojt, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka pas disa sprova, si me thonë, disa pengesa dhe shqetësime që ja kanë bërë kurejshitët, por në kohën kur ka qenë Ebu Talibi, kanë qenë më të ralla dhe më të vogla, kurse pas vdekjes së Ebu Talibit kanë fillu ma shumë edhe ma të rënda. Do më thënë kështu kanë thënë disa prej dietarëve të sirës se shqetësimi ose ndëshkimi i kurejshve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së Ebu Talibit ka qenë më i rëndë edhe më i madh. Edhe atëherë kanë marrë guximin më shumë edhe kanë ngrit dorë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse sa ka qenë Ebu Talibi gjallë, ai ka qenë me pozitë të madhe edhe me respekt, do të thonë të madh te kurejshitët, kështu që përderisa ai ka qenë në mbrojtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata nuk e kanë marrë guximin aq shumë
që të ngrenë dorë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe fakti pse Ebu Talibi ka vazhduar në fenë e tyre. Ka qenë në kufër edhe ka qenë në fenë e tyre, mirë po nga mesi i tyre ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe nuk kanë pas mundësi shumë ta marrin guximin kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka zbrit surja Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ku mallkohet Abu Lahabi dhe gruaja e tij, ka ardhur gruaja e Abu Lahabit, e cila e ka pas emrin ose është emërtuar me emrin Al-Awra, ose do thot përndryshe kunjen e ka pas Ummu Jamil. Do thot e kanë emërtuar ose e kanë quajt me llaqapin Awra, kurse kunjen e ka pas Ummu Jamil, emri Arwa bintu Harb. Ajo ka ardhur ka hi në Mesjid al-Haram, në xhami që është rreth Qabes, edhe ka bërtit, si kanë përdor ata të britmet grad, edhe ka pas në dorë një gur me të cilin ka dasht me godit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka recitu një varg mudhammaman abayna wa dinahu qalayna wa amrahu asayna. Siç e kanë thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me emrin mudhammam, kanë thënë mudhammamin e refuzojmë edhe prej fesë së tij largohemi edhe urdhrat e tij i kundërshtojmë. Do thot ajo gjatë gjithë kohës ka qenë prej të parave ose më të shquarve që ka përdor sharje të ndryshme edhe pengime, shqetësime që i ka përdor kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, hidhrimi i saj është shtu kur e ka dëgju se ka zbrit kjo sura, edhe si që tham ka hi me këto, duke bërtit me këto vargje, ka hi në Mesjidul Haram. Edhe aty afër Hijrit ka qenë i ulur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Abu Bakr as-Siddiqun radhiyallahu anhu. Edhe kur Abu Bakri e ka pa atë gruan, thot i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po vjen kjo gruaja, edhe kam frikë se do të shohë edhe do të vije te ti. Sepse, si tham, ajo ka pas një gur që shkon e dukshme se do me atë të godite pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë innaha lan tarani, nuk mundet me mpa, edhe ka lexu Kur'an, ka kërkuar mbrojtje me fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu subhanahu wa taala ka thënë wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Do të thënë kur ti e lexon Kur'anin, ne mes teje edhe atyre që nuk i besojnë ahiretit kemi bërë perde mbuluese, si më thonë ose perde të mbuluar. Atëherë kjo grua ka ardhur para Abu Bekrit radhiyallahu anhu, edhe nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë ulur bashkë me Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Edhe i ka thonë, o Abu Bekr, më kanë tregu se shoku jot më ka sha. Do më thënë, ka thonë disa vargjet, ajo i thuhet arabisht hejani, do më thënë, kur kanë përdor me poezie kanë shat i kanë që nuk kanë dasht, edhe me këtë shprehje ka thonë kjo, se shoku jot ka thur disa vargje me të cilat më ka sha mu. Kurse Abu Bekri radhiyallahu anhu ka thonë, la wa rabbi hadha al-bayt, do thot jo pasha zotin e kësaj shtëpie, do të thënë Qabes, nuk të ka shati, nuk ka shkruajt, do të thënë poezi për me të shati. Atëherë ajo është kthye dhe është largu, edhe ka thënë wallahi kurejshitët e dinë se unë jam e bija e zotërisë së kurejshve. Do të thënë unë jam me prejardhje shumë të lartë. E jo demek se si thuhet
në sura wa imra'atuhu hammalat al-hatab, do të thënë gruaja e Abu Jahlit e cila ka bart dru. Do të thënë ashtu e ka kuptuar në kuptimin e jashtëm. Ebu Lehebit, po. Do të thënë wa imra'atuhu hammalat al-hatab, do të thënë është për qëllim se ajo gruaja e tij e cila ka shah shumë edhe e ka ofenduar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka kuptu se me këtë fjalë është mundu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me nënçmu se ajo është bardhë se druve. E prandaj ka thonë Kurejshit e dinë se unë jam e bija e zotrisë. Do thotë kjo sura, siç e dini, ka zbrit përderisa ka qenë gjallë Abu Lehebi, edhe gruaja e tij kanë qenë gjallë, edhe kanë jetuar edhe një kohë gjatë shumë. Mirë pa ata nuk e kanë pranu islamin. Edhe prandaj edhe ky tregon se ajo ka ardhur dhe me gur, ka dashur me godit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi e ka dëgjuar këtë sura. Mirë pa nuk e ka pa siç e përmendëm. Do të thonë se shqetësimi ose si më thonë pengesat që ja kanë bërë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së Abu Talibit kanë qenë edhe më të mëdha. Vërtetojnë disa transmetime, siç është transmetuar në Sahih se një grup prej Kurejshit ose paria e Kurejshitëve janë besatu mes veti edhe janë marrë vesh te Hijri, do të thënë te ajo dhoma që është pranë Qabes, edhe janë betun Latin edhe Uzzan dhe Menatin, edhe kanë thënë nëse e shohim Muhamedin do të ngrihemi krejt bashkë edhe do ta vrasim. Do të thonë e kanë pas për qëllim se të gjithë bashkërisht të ngrihen edhe ta vrasin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të shpërndahet gjaku i tij mes fisëve të ndryshme. Edhe këtë ka dëgjuar Fatimia radhiyallahu anha dhe ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qajt, edhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se këta njerëz prej Kurejshve duan të vrasin, janë marrë vesh me të vrati, edhe nëse të shohin, atëherë do të ngrihen të gjithë bashkë dhe do të vrasin. Në atë kohë Fatimia radhiyallahu anha ka qenë e vogël, do të thënë fëmijë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Oj bi, më sill ujë për të marrë avdes." Edhe ka marrë, ja ka pru ujin Fatimia radhiyallahu anha, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë avdes edhe ka shku në xhami. Atëherë kur e kanë pa kurejshitët, kanë thonë erdhi ky, edhe kanë dashur të ngrihet, të ngrihen, do të thënë të gjithë. Mirë po kur kanë dashur të ngrihen, të gjithë kanë ra me mjekër për tokë. Jo, thotë kur e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë erdhi ky, edhe atëherë, do të thonë shikimin e kanë ul në tokë, edhe mjekra ju ka ra në gjoks, do të thonë e kanë ul edhe kokën, dhe nuk kanë pas mundësi të ngrihen, do të thonë të shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë se Allahu ja u ka ul shikimin edhe kokën që as nuk kanë mund pas kësaj edhe ta shikojnë, do të thonë derisa ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk kanë mujt t'i bëjnë diçka. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë një grusht dhe edhe ju ka gjujt atyre, edhe ka thonë shahet il wujuh, Allahu alem çka do të thonë kjo. Do të thonë është lut për ta që t'ju mbulohen fytyrat ose me këtë kuptim. Edhe do të thënë ja u ka hedhat dhe. Edhe secilit që i ka ra ai dhe është vra në ditën e Bedrit si kafir. Siç ka transmetuar Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma. Do thotë se kanë vazhduar ata të përpiqen për ta shqetësu ose për ta pengu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po në shumicën e rasteve Allahu ka qenë ai që e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë se ata deri atëherë kanë menduar se Abu Talibi e mbron, për ndryshe ai nuk ka mbrojtës.
Në një rast tjetër që transmetohet në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, megjithëse te Buhariu më shkurtimisht, thotë se Ebu Xehli ka ardhur te paria e Kurejshitëve. Edhe ju ka thonë aty në Kurejshitëve, a e fut Muhamedi ftyrën dhe përderisa ju jeni aty prezent, do të thonë e ka pas për qëllim se si e lejoni që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të falet aty kur ju e shifni. Edhe ka thonë Pashalatin dhe Uzan, nëse e shohun duke u fal këtu, do me këtë xhami, do ta shkelin qaf. Edhe do t'ja futi ftyrën edhe më fell në dhe. Atëherë ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe është afruar te Qabja dhe ka fillu të falet. Kurse Ebu Xehli, do të thonë, është betu se do ta shkele në qaf. Atëherë kur është është nis, do të thonë kur ka rënë sejdë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është nis që ta shkele siç është betu. Mirë po kur është afruar disa hapa, atëherë ka fillu të ike. Edhe gjithashtu ka bën me dur sikur të mbrojt prej diçkaje. Atëherë i kanë thonë populli vet, çka ke? Ai ka thonë kishte mes meje dhe Muhamedit një hendek të madh me zjarr. Edhe flakët e zjarrit doshin me më kaplu mu. Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhje me këtë, nëse më ishte afru edhe pak, do ta kishin marrë me laiket cop, do të thonë do ta kishin rrëmby gjymtyr për gjymtyre ose asht pas ashti, do të thonë do ta kishin coptu. Edhe për këtë rast kanë zbrit ajetet të surës Alaq, kalla innal insana la yatgha ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Do të thonë se njeriu është mosbesimtar dhe i tejkalon kufit se mendon se është i pavarur edhe i panevojshëm, do të thonë për Allahun, mirë po te Zoti do të kthehet secili. Pastaj thot ra'aita alladhi yanha 'abdan idha salla, a ke pa atë që e pengon robin i cili do të falet, do të thonë është për qëllim Ebu Xehli që ka dashur ta pengoje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u fal. Thot ra'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa, pra çka mendon nëse ai kishte qenë në udhëzim ose kishte urdhëruar për takwa. Ra'aita in kadhaba wa tawalla, thot çka mendon nëse ai përgënjeshtron dhe e kthen shpinën, pra Ebu Xehli. Alam ya'lam bi anna Allah yara, pra a nuk e di se Allahu sheh çdo gjë. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya, do të thonë nëse ai nuk ndalet do të rëmbehet për balluke, do të thonë për flokët e ballit. Nasiyatin kadhibatin khati'a, edhe do thot balli që është gënjeshtar dhe mëkatar, falyad'u nadiya, pra le ta thrasë ai atë ekipin e vet ose klubin e vet, sepse në hadith është përmend që përpara se me fillu mu fal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot kur ai ka tregu se do ta shkelen qaf, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fol me ashpërsi, do të thënë si më thonë ka kërcnu. Edhe ai ka thonë si më kërcnon ti mu kur secili e di se unë e kam grupin më të fortë këtu në Mekë, do të thënë kam klubin më të fortë. Prandaj thot Allahu falyad'u nadiya, le ta thrasë grupin e vet, se ned'u zabaniya. Do të thënë ne do t'i thrasim zebanit, pra me lajket e xhehenemit, të cilët janë për dënimin e banorëve të xhehenemit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nëse i kishte thirr grupin e vet, atëherë do të kishin ardhur zebanit e dënimit, edhe do ta kishin marrë cop-cop. Do të thënë kjo është në transmetimin e Imam Ahmedit edhe të tjerëve.
Gjithashtu në Sahihun e Buhariut transmetohet nga Urve ibn Zubair se e ka pyet Abdullah ibn Amr ibn Asin radhiyallahu anhuma. I ka thënë cili është rasti ku ti e ke pa Kurejsh, do të thënë cili është rasti çka ti e ke pa ku kurejshitët më shumë ti e kanë dënu ose e kanë maltretu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë shfaq armiqsinë e tyre. Abdullah radhiyallahu anhu ka thënë isha njëherë prezent kur mbledhen paria e kurejshitëve në Hijr, edhe e përmendën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thanë se ne shumë kemi duru ndaj këtij njeriu. Nuk e kemi duru asnjëherë sikur ket. Ky po na bën neve budall, domethënë po thotë se ne nuk dim kur gjë, po na i shan të adhuruarit ton, po na i përqesh fen ton, edhe po na përçan me zveti. Domethënë këto fjalë ndoshta i keni dëgjuar edhe në ditët e sotme. Edhe kanë fillu, domethënë të flasin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe gjëja se ata kanë duru shumë, edhe ma kanë mbaru durimi, do thotë pra kanë dashur ta dëmtojnë me këto fjalë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë filluar ata të flasin edhe janë çu për t'i bërë diçka, domethënë ndonjë lloj ndëshkimi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ma'shara Quraysh, ama walladhi nafsu Muhammedin bi yadihi, laqad ji'tukum bidh-dhabh." Do thot o Quraysh, pasat në dorën e të cilit është shpirti Muhammedit, unë ju kam ardhur me therrje, domethënë ju kam ardhur për t'ju therr. Kur ja ka thonë këtë fjalë, edhe pse ata kanë qenë në numër më të madh, edhe në fuqi, e kështu me radhë, edhe në pozitë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë vetë. Kur ja ka thonë këtë fjalë, shumë kanë diku te ata. Edhe aq shumë kanë diku sa pas kësaj fjale është duk sikur kanë shpezë në kokë. Domethënë janë qetësu krejtësisht edhe as nuk kanë fol, as nuk kanë lëviz. Edhe nuk kanë ditë se si t'i përgjigjen. Pastaj kanë fillu t'i thonë: "Ja Ebul Qasim, insarif Rashidan." Do më thënë, i kanë thënë Ebul Qasim, ajo është thirrje me kunje, do më thënë thirrje me butësi edhe me dashuri. Pra me dashuri është zakonisht, e ata e kanë thënë pi frikës. Edhe kanë thënë kthehu do më thënë i udhëzuar ose i mençur, se ti je i mençur, do të kthehu se ti asnjëherë nuk ke bë ignorancë ose vepra me ignorancë. E kështu me radhë i kanë folë, do thotë se ti je shumë i mirë, e kështu mos na therr. Do thotë i kanë diku shumë ajo fjalë. Mirë po në ditën e dytë të nesërmen janë mbledh prap. Edhe janë habit, do të thonë me zveti, kanë thonë çka ju ndodhi dje, çka u bë dje që nuk i banë të asgjë këtij njeriu, edhe si mundi ashtu me ju kthy. Atëherë, përderisa kanë qenë duke fol, ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ata ju kanë vërsul me njëherë, do më thënë, ju kanë vërsul shumë veta një njeriut, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë rrethu. Edhe i kanë thonë atia i që thu kështu e kështu, do thotë na i shan të adhuruarit, na i përqesh fen e kështu me radhë. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë, po, unë jam ai që i thom këto fjalë, edhe e kanë kap për tesha, e kanë tërheq, edhe e kanë do më thënë e kanë dëmtu, si më thonë, kurse Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka hi edhe i ka largu ata, e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ja u ka thonë ajetin e taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, a doni me mit një njeri vetëm pse thot Zoti im është Allahu, edhe ata atëre e kanë lënë edhe janë kthy. E thot kjo Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, thot kjo është ajo që e kam dëshmuar, në që e kam pa, ku Kurejshët e kanë sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Gjithashtu në Sahihun e Buhariut transmetohet nga Uqbe ibn Abi Muajt, i cili thot se do të thënë ai ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë duke u fal. Po do thot në Sahihun e Buhariut transmetohet se Uqbe ibn Abi Muajt ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka marrë ai rrobën e vet, edhe ja ka vënë qaf pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka filluar ta do të thonë t'ia shtrëngoje, si thuhet, ta mbyte. Atëherë ka ardhur Abu Bekri radhiyallahu anhu, e ka largu kët Uqbe ibn Abi Muajtin, edhe e ka larguar, e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka thënë këtë ajet: a doni me vra një njeri vetëm pse thot Zoti im është Allahu. Do thot këto janë dy transmetime të kësaj ngjarje. Disa prej këtyre ndodhive që i tham janë përpjekje të kurejshitëve që kanë dashur për shembull me vrasë, me rrej pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu e ka mbrojt, që nuk kanë pas mundësi, ose duke pa ndonjë mucize, ose duke, sigur në atë rastin e gruas të Ebu Lehebit, që nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse në raste tjera, sigur ky i funit, edhe në raste të tjera të shumta ka ku e kanë dëmtu edhe e kanë shqetësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Siç është gjithashtu edhe rasti që transmetohet në dy sahihet, Buhariut dhe Muslimit, nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, i cili thot se një ditë kur ishte duke u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Qabja, kurse Abu Jahli dhe shokët e tij ishin ulur aty afër. Dhe thot se një ditë më herët ishte therr një deve të një familje. Atëherë Abu Jahli ju ka thënë aty në tjerëve: dini se filan familja ka therr një deve, edhe ka thënë cili prej jush do të shkojë t'i marrë zor të deves, edhe atë plancin, si thonë, të deves, edhe t'ja hedhim në shpinë Muhamedit, kur t'bjerën sejdë, sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thotë është ngrit njëri prej më të poshtërve të popullit, të atij populli, thotë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, edhe gjithashtu përmendet në transmetim tjetër se është Uqbe ibn Abi Muajt, edhe ka shku i ka marrë zorët e asaj deves, dhe kur ka rënë sejdë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka vënë mbi supe. Atëherë kanë fillu ata kurejshitët të qeshin, edhe të luhatën, do të thënë, prej qeshjes të madhe, edhe e kanë prek njëri tjetrin, dhe me shikoje këtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thot, sikur të kisha pas fuqi, do të kisha shku t'ja kisha hek ato, do të thënë, ato papastërti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot Abdullah ibn Mas'udi ka qenë i dopt edhe me trup, po edhe nuk ka pas familje të fuqishme, prandaj thot se sikur të kisha pas fuqi në trup, ose me pas familje që do të më kishte mbrojt, do të kisha shku, do t'ja kisha heq ato zorte deves pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përndryshe ka qenë ajo devja therrur një ditë më herët. Edhe dihet se në atë nxehtësitë Mekës sigurisht kanë pas edhe fllitsira edhe erë kështu me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nejt në sejdë, nuk e ka ngret kokën, domethënë përderisa i ka pas ato në shpinë. Atëherë një njeri ka shku të Fatimia radhiyallahu anha, edhe ajo gjithashtu në atë kohë ka qenë fëmijë, edhe i ka tregu Fatimes radhiyallahu anha, edhe ajo ka ardhur dhe ja ka hek ato zorët e asaj deves. Pastaj është kthy ata kurejshitët që kanë qenë ulur aty, edhe ka fillu t'i shaje edhe t'ju bërtase atyre. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka mbaruar namazin, ka fillu me bë dua,
edhe e kanë ngrit zanin, do të thonë që të dëgjohet. Edhe thuhet në transmetim se kanë qenë 7 veta ata që e kanë bërë këtë ndodhi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alayka bihim. Do të thonë Allah ti merru me ata. Ka thënë Allahumma alayka bi Abi Jahl ibn Hisham. Pra Allah ti merru me Abu Jahl ibn Hisham, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Al-Walid ibn Utba, Umayya ibn Khalaf, Uqba ibn Abi Mu'ayd. Më thënë ata i ka përmend në dua. Edhe thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu se të gjithë ata që i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me emër, i pas të vrar në luftën e Bedrit, edhe të gjithë këta i kanë marrë dhe i kanë hedhë në pus, në bunarin e Bedrit. Do të thënë ata kundër të cilëve është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka poshtru Allahu pas një kohe të shkurt. Gjithashtu ka në disa transmetime se e kanë rre ose e kanë godit me diçka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saqë prej goditjes i ka rrjedh gjak, disa thotë se është lag, domethënë prej gjakut, siç transmetohet në Musnedin e Imam Ahmedit dhe në libra të tjerë. Edhe në atë rast i ka ardhur Xhibrili alayhi salatu wassalam, pasi e kanë rra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe është gjakos, edhe janë lag teshat edhe mjekra prej gjakut. Edhe ka ardhur Xhibrili alayhi salatu wassalam, i ka thënë men fa'ala bika hadha, do të thonë kush ta bani kët o Muhammed. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë këta filani, do të thonë i është tanku Xhibrilit alayhi salatu wassalam. Atëherë Xhibrili i ka thënë, a do të ta tregoj një argument ose një mrekulli? Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë po. Atëherë i ka thënë shikoja dru, do të thonë ka qenë një pemë aty në largësi. I ka thënë thirrë atë drunin të vijet e tij. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirr dhe druri ka ardhur derisa ka qëndru përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i ka thënë Xhibrili alayhis salam, thuj të kthehet në vend. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, edhe druni është kthy atje ku ka qenë. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hasbi. Do të thënë mjafton ky argument. Do thotë në raste të shumta ka pas ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej shqetësimeve të mushrikëve është brengos, është mërzit, është piklu, edhe ka ardhur Xhibrili alayhis salatu wassalam, ose me shpallje ose me argumentet këtilla që i ka tregu, edhe e ka ngushëllu, do të thënë ja ka largu brengat edhe piklimin. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, është hadithin në Musnedin e Imam Ahmedit, laqad udhitu fillahi azza wa jalla wa ma yu'dha ahad. Ka thënë pra jam shqetësu ose yarhamukallah. Do thotë jam shqetësu në rrugën e Allahut, aq sa nuk është shqetësu kush. Do të thënë fjala edha në gjuhën arabe i përfshin të gjitha llojet e shqetësimit, qoftë me goditje ose me fjalë ose tjera. Edhe ka thënë wa ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad, do të thënë jam friksu në rrugën e Allahut, aq sa askush tjetër nuk friksohet. E kështu me radhë, do të thënë këto janë disa fjalë që ja ka thënë Aishës radhiyallahu anha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kanë kalu, do thotë kod gjatë ku unë edhe Bilali s'kemi pas asnjë lloj ushqimi të ham, ose nuk na ka mbet në trup, do të thënë mish që mundet me hangër dikush prej kafshëve ose të ngjashme. Gjithashtu përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto shqetësimet edhe ndëshkimet kanë qenë të shumta edhe ndaj sahabeve. Tham në fillim
ata që kanë qenë robër ose kanë qenë të varfër ose të dobët, kanë qenë më shumë të ndëshkuar, edhe më shumë kanë pas më shumë pengesa dhe shqetësime prej kurejshve. Transmetohet nga Said ibn Zubair se e ka pyet Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma e ka pyet a i kanë dënu kurejshët sahabet në atë mënyrë që ata kanë qenë të arsyetuar të thojnë kufër. Do më thonë, a ka pas dënime të atilla ndaj sahabeve ku ata kanë qenë të arsyetuar edhe nëse kishin bë kufër. Edhe ka thonë Abdullah ibn Abbasi, po, do më thonë, kanë pas dënime dhe maltretime të atilla që kanë pas drejt edhe me bë kufër, siç ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, më thonë përveç atij që është i detyruar, kurse zemrën e ka plot ose zemrën e ka të qetësuar me iman. Ka thonë Abdullah ibn Abbasi, aq shumë e kanë radhë dikand, edhe aq shumë e kanë lanë të uritur edhe pa ujë, sa që nuk ka pas mundësi të rri ullur. Do më thënë, jo që s'ka pas mundësi të qohet në kam, po nuk ka pas mundësi të rri ullur prej goditjes shumët edhe prej kohës gjatë që s'ka hangër kur gjohë dhe s'ka pi asnjë, do më thënë, nuk ka pi asgjë. Pastaj thot, ka arrit deri në pozit të atil, sa që i është përgjigj në çdo gjë që kanë kërkuar ata prej fitnes, do të thonë prej shirkut ose kufrit. Do thotë ata as nuk kanë mund të flasin sahabët radhiyallahu anhum, por mushrikt ju kanë përmend, a janë këta të adhuruarit ton, të adhuruar tuaj, të adhuruarit e tu, edhe ata vetëm kanë bë me shenjë se po, ose kanë thonë po, edhe ose i kanë thonë a janë Lati edhe Uzza të adhuruarit tuaj, ata kanë thënë po, do të thënë prej dënimit edhe ndëshkimit të madh. Edhe rasti i Ammar ibn Yasirit radhiyallahu anhuma gjithashtu është shumë i njohur dhe për të apostafat ka zbrit ky ajet, sepse atë e kanë ra aq shumë edhe prind ja kanë vra nonën, do të thënë ja kanë vrarë në sytë atij, do të thënë e ka pa duke e maltretuar dhe duke e vrarë. Pastaj edhe ati janë kërcnuar se ta vrasin ose siç është në disa transmetime edhe pse janë të dobta, po janë që flasin për këtë tregim që ka bazë të fuqishme në transmetime të forta, se ja kanë shti kokën në ujë, do të thënë e kanë mbyt për kohë të gjatë, edhe e kanë nxjerr, edhe prapë edhe kanë thonë nëse vazhdon në këtë fene do të vrasim, atëherë e ka thonë atë fjalë që e kanë kërku ata. Do të thënë e kanë detyruar që të betohet në Latin edhe Uzzan, që është kufër, do të thënë shirk, mu betu në tjetër kanë përveç Allahut. Edhe atëherë ai ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pendum edhe me keqardhje, edhe në atë rast ka zbrit ajeti men kafara billahi min ba'di imanihi, pra kush e mohon Allahun, kush bën kufër pasi ka pas iman, illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, përveç atij i cili ka qenë i detyruar kurse zemrën e ka pas përplot me iman, walakin men sharaha bil kufri sadran, ndërsa ai që e ka hap zemrën për kufër, fa alejhim ghadabun min Allahi wa lahum adhabun adhim, ata kanë hidhrimin e Allahut edhe kanë dënim të madh. Prandaj ka transmetuar Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, siç është në Musnedin e Imam Ahmedit, thot awwalu man adhhara al-islam sab'a, do të thonë të parët që e kanë shfaq islamin janë 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakri, Ammar ibn Yasir, nona e tij Sumeja,
Suhejbi, Bilali edhe Miqdadi radhiyallahu anhum. Sa i përket pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë Allahu e ka mbrojt përmes xhaxhait vet, Ebu Talibit. Kurse Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, Allahu e ka mbrojt me familjen e tij. Gjithashtu edhe Ebu Bekri ka pas familje të fuqishme. Kurse këta të tjerë që u përmendën këtu, domethënë Ammar ibn Yasir, nona e tij Sumeja, Suhejb al-Rumi, Bilal al-Habeshi dhe Miqdadi, të gjithë këta nuk kanë pas familje që t'i mbrojë dikush. Atëherë thot mushrikët i kanë marrë, i kanë vesh me mburoja të hekurta, edhe i kanë përclu ose i kanë përzit, si me thonë, në diell. Edhe secili prej tyre i është përgjigj mushrikëve në atë që e kanë kërku. Domethënë, prej dënimit të madh nuk kanë mund ta durojnë. Edhe i kanë thonë ato fjalë të kufrit që i kanë kërku. Përveç kuptohet Sumeja radhiyallahu anha, të cilën e kanë vrarë, domethënë deri në vdekje nuk e ka thënë. Edhe gjithashtu Bilal al-Habeshi radhiyallahu anhu, thot sepse ai nuk ka ndje vlerë për veten e tij përpara fesë të Allahut. Domethënë nuk i ka dhënë vlerë vetes së tij përpara fesë të Allahut. Edhe gjithashtu mushrikët nuk i kanë dhënë vlerë atij. Do thotë ata nuk kanë pas konsiderat për ta, se nuk ka qenë rob i Abisinis, domethënë Zezak. Edhe gjithashtu ai nuk i ka dhënë më shumë rëndësi vetes së tij sesa fesë Allahut, kështu që ai e ka përjetu dënimin më të madh. Edhe më në fund mushrikët e kanë lidh për qafe, edhe ja kanë dhënë fëmijëve të Mekkës, edhe e kanë hecë në për rrugët e Mekkës, edhe kanë lujt me ta, sigur me kafsh. Kurse ai vetëm ka thënë ahad, do thotë një, radhiyallahu anhu. Do thotë e kanë dënu në mënyra më barbare, duke lënë në rrërën e shkretirës në Mekkës në mes ditës, edhe duke i vënë, domethënë gurt të mëdhenj gjoks e kështu me radhë. Pra me dënime të mëdha edhe familjen e Yasirit, pra Ammar ibn Yasir edhe gruën Sumejen të tret, i kanë dënu edhe i kanë maltretu në nxehtësinë e Mekkës, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu pranë tyre dhe nuk ka pas fuqi që t'ju ndihmoje, për vetëm ju ka thënë Abshiru ala Yasir fa inna maw'idakum al-janna, do të thonë përgëzoni ose gëzohuni o familja Yasirit se juve ju pret xheneti. Do të thonë siç është transmetuar te Hakimi ky hadith, të cilin e ka bëu Hasan Sheikhul Albani rahimahullah. Prandaj në historinë e Islamit, pra në sire edhe më tej dihet se shahidët e parë, dëshmorët e parë që kanë ra në rrugën e Allahut janë prej kësaj familje. Do thotë nana e Ammarit, Sumeja, është e para që ka ra shahid në rrugën e Allahut. Edhe gjithashtu ma vonë edhe baba i Ammarit, Yasirit, do thotë. Thuhet në transmetim që është i dobët se Ebu Xehli e ka, do thot me shtiz, e ka shpu në organin e saj gjenital derisa ka vdek, do të thënë prej asaj therje. Mirë po, ky është transmetim që është mursel, por ata autorët e librave të sirës e përmendin, këtë do thot është shumë e përhapur. Pra, këto maltretime ndaj sahabeve kanë vazhdu kohë gjatë, edhe në mënyra më të randa dhe më të vështira,
sa që sahabët kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe janë anku, siç ka ndodhur me Khabbabin radhiyallahu anhu, thot erdha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ai ishte duke nejt në hijen e Kaabes, edhe i ka thot kurse ne kishim përjetu shumë vështirësi prej mushrikëve. Edhe thot i thash, o i dërguari i Allahut, pse nuk i lutesh Allahut për ne? Do të thonë që të na i largoje këtë vështirësi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është drejtu edhe ju ka skuq fytyra, do të thotë prej hidhrimit. Dhe i ka thënë popujt që ishin para jush, të me dënoheshin edhe më shumë, merreshin me kreher të hekurt, ju shkulej mishi prej eshtrave, edhe kjo nuk i largonte prej fesë së Allahut, si dhe i vihej shara në kokë, do të thënë që të ndaheshin në dy pjesë, por kjo nuk i ndante ose nuk i largonte prej fesë së Allahut. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu do ta plotësojë këtë fe edhe këtë çështje derisa udhëtarit shkojë prej San'as deri në Hadramaut dhe nuk do t'i friksohet askujt përveç Allahut, ose në transmetim tjetër, ose përveç ujkut për dhënët e vet. Do të thënë vetëm kjo frikë do të ekzistojë, pra do të ketë qetësi dhe rahati kur të përhapet dhe të plotësohet feja e Allahut. E kështu tregohet se Khabbabi radhiyallahu anhu ka qenë farkatar, që ka bë shpata edhe thot edhe armë dhe mjetet tjera prej hekuri, edhe thot se ka pas Al-As ibn Wa'il as-Sahmi, do të thënë një prej mushrikëve, i ka pas borxh Khabbabit për ndonjë punë që e ka bë. Atëherë Khabbabi ka shku radhiyallahu anhu edhe ja ka kërku borxhin Al-Asit. Edhe i ka thonë, pra kthema pasurinë që ma ki borxh. Ai ka thonë, jo, wallahi nuk ta kthej derisa ti të kthehesh prej fesë Muhamedit. Do të thënë të largohesh prej fesë Muhamedit. Ai ka thonë, jo, wallahi nuk largohem prej fesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam derisa të vdesim edhe të ringjallemi, do të thënë për tu gjykuar te Allahu. Atëherë ky i ka thonë, atëherë kur të vdesësh, edhe kur të ringjallemi, unë prap do të kem pasuri edhe do të kem shumë familje të madhe, atëherë hajde te unë dhe do ta kthej pasurinë. Do të thonë kjo ka qenë tallje, sepse ata nuk kanë besuar në ringjallje. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë: "Afara'ayta alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada." Do të thonë, a ke pa atë i cili ka mohu argumentet tona dhe thot se unë do të kem pasuri dhe familje ose fëmijë. Edhe pastaj vazhdojnë, këto janë ajetet të surës Maryam, deri ku ka thënë Allahu wa ya'tina farda, do të thonë atë ditë do të vije vetëm. Pra secili njeri do të jetë vetëm vetë dhe do të shkojë përpara Allahut për tu gjykuar. Khabbabi radhiyallahu anhu ka pas shenja në shpinë prej dënimit, prej maltretimit që ka kanë bë. Ja kanë djeg, do të thonë, shpinën me hekur të nxehtë ose me zjarr, edhe ato shenja kanë qenë shumë dallueshme, që ka pas shpinën e djegur. Edhe gjithashtu ka ndodhur në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, kur ka qenë ulur afër Omerit radhiyallahu anhu, i ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, tregomi shenjat që ti kanë bë mushrikët. Edhe Khabbabi e ka zbulu shpinën edhe ka pas aty shenja prej hekurit nxehur, do të thonë me të cilin e kanë maltretu. Gjithashtu prej atyne që janë maltretu shumë është edhe nana e Bilalit radhiyallahu anhuma, e cila ka pas emrin Hamama. Gjithashtu edhe tjerë,
të thotë shumica prej robërve dhe prej të varfërve dhe të dobtëve prej sahabëve. E kështu me radhë, kjo ka qenë edhe njëna prej metodave që kanë përdorur mushrikët për t'i kthy sahabët prej fesë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për t'i kthy, do të thënë për ta penguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej thirrjes së tij. Edhe kjo metodë nuk ka pas sukses, askush prej sahabëve nuk e ka lënë fenë pasi ka hyrë në të. Disa prej mushrikëve kanë përdorur, do të thënë printe disa prej sahabëve ose nënat e disa prej sahabëve kanë përdorur një metodë që kanë thënë se ne nuk do të ham, as nuk do të pim asgjë derisa të kthehesh prej fesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ka ndodhur për shembull me nënën e Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu, siç transmetohet në Sahihun e Muslimit, gjithashtu nëna e Mus'ab ibn Umairit radhiyallahu anhu, e të tjerë. Kanë thënë se nuk do të ham edhe nuk do të pim derisa ti të largohesh. Atëherë sahabët i kanë thënë se ne nuk kemi përgjegjësi për këtë që e ban, kurse prej fesë Allahut nuk kthehemi. Edhe thuhet se nëna e Sa'd ibn Abi Waqqasit më vonë, më thënë, i ka ratë fikët, edhe fëmijët e tjerë që i ka pas, i kanë dhënë ujë me pi e kështu me radhë, derisa është çu, edhe ka fillu me mallku Sa'din radhiyallahu anhu. Thotë e ka mallku se ai nuk është kthy prej fesë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ajo e ka bërë këtë veprim. Pastaj këto i kanë thonë, a nuk i urdhron ju feja juaj që t'ju bindeni prindve, edhe t'i dëgjoni, do të thënë ne, po ju, pra feja juaj ju urdhron që mi dëgju prindrit, edhe mi ju bind atyre, edhe ne ju urdhrojmë që ta lini këtë fe. Prandaj Allahu i ka zbrit ajetet në surën Ankabut, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, do të thënë njeriu ne kemi porositë që të sillet mirë me prindët e vet, e kështu me radhë, por në ato ajete Allahu ka thënë wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, por nëse ata të urdhrojnë edhe të luftojnë, do të thënë që ti të më bësh shirk mua, diçka për të cilën nuk ke dituri, atëherë mos ju bind atyre, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, edhe tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju tregoj për veprat që i keni bërë. Kështu do thotë këto janë prej metodave të fundit që i kanë përdorur mushrikët për ta pengu thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por asnjëra prej këtyre nuk ka pas sukses dhe pas këtyre ka pasu hijreti, do të thënë largimi i sahabeve prej Mekkës, dhe hijreti i parë është hijreti për në Abisini ose Etiopi, ku kanë shku sahabët pas gjithë këtyne torturave dhe maltretimeve që i kanë përjetu prej mushrikëve. Në dersin e ardhshëm me lejen e Allahut do ta sqarojmë hijretin e parë për në Abisini. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.